Mirëmëngjes të gjithëve. Është kënaqësi që në ambientet e Bankës së Shqipërisë jemi mbledhur me gjithë përfaqësuesit e bankave, por edhe me përfaqësuesit e qeverisë, i nderuar kryeministër, i dashur guvernator. Sot firmosim një memorandum të rëndësishëm, i cili ka të bëjë me zhvillimin ekonomik të vendit, ka të bëjë me mbështetjen që ne kemi menduar për t'i dhënë sipërmarrjes, me qëllim që të rrisë aktivitetin e vetë, që të rrisë produktivitetin e vetë, të rrisë eficiencën e vetë. E vërteta është që në vitet e fundit Shqipëria ka pësuar një rritje të dukshme ekonomike, rritja ka qenë e stabilizuar në marzhet nga 3.5 deri në 4%, dhe në fakt Shqipëria, siç është edhe përmendur nga shumë institucione ndërkombëtare, është shteti në Ballkanin Perëndimor që ka rritjen më të shpejtë. Qëllimi ynë i përbashkët është që të garantojmë që kjo rritje të vijojë të jetë në këto nivele dhe pse jo të jetë më e lartë. Dhe kjo mund bëhet vetëm nëpërmjet forcimit dhe krijimit të instrumentave të duhura për të mbështetur sektorin privat që të vijojë të rrisë investimet. Sot ne kemi një potencial të jashtëzakonshëm, atë të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të krijimit të kushteve për gjitha bizneset shqiptare që të integrohen në tregun e përbashkët evropian, i cili ka mbi 450 milion banor. Dhe për ta bërë këtë, siç është një mundësi shumë e madhe, një oportunitet shumë e madh, ka dhe sfida të mëdha, të cilat lidhen me arritjen e standardeve, me krijimin e mundësive për të nxitur eksportet, pra me rritjen e produktivitetit të bizneseve shqiptare. Pikërisht ky është qëllimi i memorandumit që ne firmosim sot. Qëllimi i tij është për të ndërtuar një instrument kredie, një instrument i cili mbështetet qoftë nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet vënies në dispozicion të një likuiditeti prej 250 milion eurosh nëpërmjet sektorit bankar, për bizneset shqiptare, për që ata të marrin një kredi me një normë të ulët interesi, por gjithashtu dhe një instrument i cili do të mbështetet nga qeveria shqiptare nëpërmjet Ministrisë Financave me një garanci sovrane e cila do të shkojë deri në nivelin e 70% të mbulimit të kolateralit. Është një instrument i cili fillimisht u mendua të ishte i përqendruar për sektorin e bujqësisë, por ne gjykojmë që të gjithë SME-t duhet të jenë pjesë e këtij produkti, duhet të jenë pjesë e kësaj incentive. Produkti që ne sot do të angazhohemi që të nxisim dhe të promovojmë dhe ta sjellim në jetë është një produkt i cili nxit investimet e ndryshme në digitalizim, investime në automatizim, investime në linja prodhimi, investime në asete, investime në standarde, investime në asistencë për të arritur këto standardet. Për më shumë detaje mbi instrumentin, unë fillimisht doja t'ia kaloja fjalën guvernatorit të bankës dhe më pas ministrit të financave. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zonja ministër e zotëri ministrat, nderuar përfaqësues të sektorit bankar, është kënaqësi për mua të marr pjesë në këtë ceremoni të nënshkrimit të këtij memorandumi mirëkuptimi në kuadër të nismës kombëtare për financimin e ndërmarrjeve të vogla, mesme, mikro dhe të fermerëve. Ky memorandum synon lehtësimin e shkëmbimit të informacionit dhe të opinioneve midis institucioneve publike dhe sektorit bankar si një parakusht i nevojshëm për dizenjimin e instrumenteve të duhura për rritjen e aksesit në kredi të këtyre segmenteve të rëndësishme të ekonomisë shqiptare. Në hyrje të kësaj fjale, dëshiroj të theksoj se sektori bankar shqiptar ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të rritjes së kreditimit. Për ta ilustruar me shifra, portofoli kredis për sektorin privat shënoi vlerën e 907 miliard lekëve në fund të muajit mars 2026 nga 575 miliard lekë të regjistruar vetëm 5 vite më parë. Po ashtu kredia për sektorin privat ka shënuar një rritje mesatare vjetore rreth 15% gjatë 2 viteve të fundit ose afërsisht 107 miliard lekë në vit, ndërkohë që kredia e re e dhënë gjatë vitit 2025 ishte rreth 423 miliard lekë.
Aktualisht kredia bankare përbën një ndër flukset më të mëdha monetare në ekonomi dhe është me diferencë instrumenti kryesor i financimit të bizneseve dhe të familjeve shqiptare. Sikundër e kemi thënë edhe më parë, këto zhvillime flasin për një përmirësim sasior dhe cilësor të ofertës së kredisë në vendin tonë. Përjedhoj, sistemi bankar është ndruar në një partner gjithnjë më të besuar të sektorit privat. Sektori bankar ofron jo vetëm instrumentet sigurta për ruajtjen e kursimeve të familjeve, por dhe instrumente moderne pagese dhe një ofertë gjithnjë e më të diversifikuar kredie. Ky progres pasqyron rezultatet e punës së Bankës së Shqipërisë në drejtim të ruajtjes së stabilitetit monetar dhe financiar të vendit, frytet e reformave të mëdha strukturore që kemi ndërmarrë gjatë viteve të fundit, si dhe rezultatet e punës së vetë industrisë bankare për rritjen e ndërmjetësimit financiar. Megjithatë, ecuria pozitive e kreditimit gjatë kësaj periudhe përmban në vetvete një ritëm të diferencuar rritje ndërmjet bizneseve të kategorizuara sipas madhësisë dhe sektorit ku ato operojnë. Në veçanti, segmenti i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, i cili përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë shqiptare, duke gjeneruar pjesën ndërmuese të vlerës së shtuar dhe ofruar punësim për pjesën më të madhe të shoqërisë, ka një akses relativisht të ulët në kredi. Për këto arsye, rritja e kredisë për këtë segment duhet konsideruar si një prioritet i rëndësishëm kombëtar. Një akses më i lartë në kredi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme do t'i hapte rrugë zgjerimit më të shpejt potencialeve prodhuese të vendit, rritjes më të shpejt të produktivitetit total të ekonomisë dhe përmirësimit më tejshëm të mirëqenies së shoqërisë. Në këtë kontekst, prej më shumë se një viti, Banka e Shqipërisë ka miratuar dhe ka vënë në zbatim një program financimi për biznesin e vogël dhe të mesëm, i cili synon reduktimin e kostove të kredisë për këtë segment esencial të ekonomisë shqiptare. Paralelisht, qeveria shqiptare ka miratuar një skem garancie sovrane me qëllim uljen e rrezikut kreditit për operatorët e sektorit bujqësor. Në gjykimin ton, këto dy instrumente ofrojnë një piknisje të mirë për adresimin e këtij problemi. Progresi i bërë gjatë 2 viteve të fundit është padyshim një premisë inkurajuese. Megjithatë, duke përfituar nga rasti, dëshiroj të bëj thirrje industrisë bankare për të pasur një vëmendje më të madhe ndaj financimit të sektorit ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në veçanti atij bujqësor. Ky sektor përmban potenciale të pashfrytzuara për zgjerimin e industrisë bankare, duke kontribuar në zhvillimin afatgjat të vendit, por pa cënuar normat e prudencës. Nga ana tjetër, gjithashtu dëshiroj të drejtohem dhe vetë bizneseve të vogla dhe të mesme, duke inkurajuar ato që t'i afrohen bankave dhe t'i konsiderojnë ato jo vetëm si një burim i qëndrueshëm dhe me kosto të ulët financimi, por edhe si një konsulent i vlefshëm financiar dhe partner i besueshëm zhvillimi. Në mbyllje, duke përshëndetur pjesëmarrësit në këtë tryezë, dëshiroj të shpreh bindjen time se ky memorandum bashkëpunimi do të kontribuojë pozitivisht për hartimin e politikave më efikase në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjat të vendit. Ju falenderit. I nderuar kryeministër, të nderuar kolegë ministra, i nderuar guvernator, të nderuar përfaqësues të sektorit bankar. Kjo nisëm që po ndërmerr qeveria në fakt lidhet me SME-t dhe ashtu si kundër e përmendi dhe guvernatori në fjalën e tij, përbën shtyllën kurizore ose shtyllën kryesore të ekonomisë shqiptare. 99% e ndërmarrjeve në ekonominë shqiptare kategorizohen si ndërmarrje të vogla dhe të mesme. 82% e fuqisë punëtore në Shqipëri punësohet pikërisht nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Rreth 75% e investimeve të kryera në ekonomi vijnë pikërisht nga këto ndërmarrje, pra ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Gjithashtu, 78% e vlerës së shtuar në ekonomi vjen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Pra kjo tregon që sektori ku janë të përfshirë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë një nga sektorët të cilët kanë peshën kryesore në ekonomi, si në prodhim, si në shërbim dhe në gjitha aktivitetet e tjera ekonomike. Nga ana tjetër, SME-t, siç thash, përbëjnë masën më të madhe të punësimit të fuqisë punëtore, duke siguruar kështu
jo vetëm një punësim, por edhe një stabilitet në aspektin social të vendit. Gjithashtu pesha e SME-ve në Shqipëri, pra ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, është më e lartë se sa pesha që zën në vendet e Bashkimit Evropian. Po t'i referohemi punësimit, siç thash, në Shqipëri zën rreth 82% të fuqisë punëtore, ndërkohë që në Bashkimin Evropian SME-t punësojnë rreth 65% të fuqisë punëtore. Edhe në pjesën e vlerës së shtuar në ekonomi, SME-t në Shqipëri zën peshën kryesore në raport me vendet e Bashkimit Evropian. Prandaj, duke mbajtur parasysh peshën që zën ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, qeveria nëpërmjet nismës dyfisho sipërmarrjen tënde do të synojë së pari rritjen e aksesit në financë për SME-t në sektor të cilët janë të nënfinancuar. Duke u dhënë mundësinë që të financohen, ne do t'i mbështesim SME-t jo vetëm në rritjen e kapaciteteve të tyre teknologjike, por do t'i mbështesim ato në digitalizim, në pjesën e eficiencës së energjisë dhe në fusha të tjera. Mbështetja që do t'japim detyrimisht do të sjellë pastaj edhe rritje të konkurrueshmërisë të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, por edhe rritje të produktivitetit të tyre, që pastaj rrjedhimisht do të sjellë edhe një përshpejtim të rritjes ekonomike, por edhe një parafrim më të shpejt me standardet e Bashkimit Evropian. Sikundër u përmend edhe nga Ministrja Ibrahimaj, kjo nismë do të mbështetet fillimisht me linjën e kredisë të çelur tashmë nga Banka e Shqipërisë në vlerën 250 milion euro, linjë kredi e cila do të ofrohet me norma të ulta interesi, pra kredi të buta, të cilat do të jenë norma edhe më të ulta se sa ato që ofrohen aktualisht nga sektori bankar. Paralelisht, linja e kredisë do të shoqërohet edhe me garancinë sovrane, një garanci sovrane që tashmë e kemi të hedhur në treg, prej rreth 30 milion euro, e cila do të zgjerohet dhe të kalojë nga sektori bujësor, do të shtrihet edhe për të mbështetur SME-t. Garancia sovrane do të rritet, pra nga vlera 30 milion që kemi aktualisht do të rritet gradualisht, bazuar në kërkesat që do të na vinë nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por natyrisht duke mbajtur parasysh edhe mundësitë që ka buxheti i shtetit. Paralelisht, pra me linjën e kredisë dhe garancinë sovrane, qeveria do të ofrojë dhe grante për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat do të mbështeten për përgatitjen e biznes planeve apo projekteve të investimit që do të kenë dhe që do të paraqiten pranë sektorit bankar për të financuar pikërisht me këtë linjë kredie. Qeveria do të mbetet e angazhuar që të mbështesi nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm, pra ky nuk është i vetmi mekanizëm që ne do të ofrojmë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, por do të hedhim dhe mekanizma të tjerë në treg për të mbështetur pikërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, në mënyrë që këto të fundit të rrisin jo vetëm kapacitetet teknologjike, por të rrisin dhe kapacitetet e burimeve njerëzore, në mënyrë që të rrisin konkurrueshmërinë e tyre, sepse po përgatitemi që të hymë në një treg i cili është tregu i Bashkimit Evropian, është një treg që vërtet është një treg shumë i madh dhe një mundësi shumë e madhe, por dhe konkurenca që vjen nga ky treg është po kaq e madhe. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit guvernator, faleminderit ministër. Në fakt, rindërtimi i instrumentit të qoftë të Bankës së Shqipërisë, qoftë të Ministrisë së Financave, si përfaqësuesi i qeverisë, ka qenë që në krye të herës, i kryer në konsultim të ngushtë me të gjithë përfaqësuesit e bankave, pasi është e rëndësishme që të ndërtojmë një instrument në të cilin dhe bankat të kenë incentivën për ta shfrytzuar, por edhe që të shërbejë sa më mirë dhe të ketë përdorim sa më të lartë ndaj bizneseve. Për këtë arsye do të jap fjalën zotit Sejhan, CEO i Bankës Kombëtare Tregtare. Faleminderit, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar ministra, i nderuar zoti guvernator, të nderuar pjesëmarrës, ju përshëndes të gjithëve me respekt. Ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme përbëjnë pothuajse tërësinë e bizneseve në shtëpi për nga numri, por aksesi i tyre në finansim është dukshëm më e ulët krahasimisht me peshën e tyre. Kjo është kryesisht për shkak të informalitetit dhe mungesës së kolateralit. Me nismat e fundit të qeverisë, ekonomia pa para në dorë, cashless economy, dhe projektin aktuali dyfisho sipërmarrjen tënde, këto probleme janë adresuar. Nisma e sotme ofron një zgjedhje konkrete për sigurimin me kolateral
nëpërmjet garancisë sovrane të qeverisë, financimin me kosto të ulët nga Banka e Shqipërisë, si dhe koordinimin dhe bashkëpunimin ndërinstitucional të ministrive përkatëse. Ne si Banka Tregtare të Sistemit e vlerësojmë këtë projekt, i cili do të ketë indikim në një numër të lartë biznesesh. Sigurisht e angazhimi ynë do të jetë maksimal për të kthyer këtë projekt në histori suksesi, në mënyrë që ndërmarrjet mikro të zhvillohen në të vogla, ndërmarrjet e vogla të rriten në të mesme, ndërmarrjet e mesme të shndrohen në të mëdha dhe ekonomia shqiptare të rritet. Faleminderit. Tani do ja kaloj fjalën kryeministrit, i cili për së vërtetës ka qenë shtytësi dhe iniciatori i kësaj nisme, pasi sigurisht në qëllimin ton kryesor është mbështetja e sipërmarrjes. Shumë faleminderit edhe në radhë parë jo për formalitet, por për sinqeritet. Dua që t'i falenderoj një nga një të gjithë përfaqësuesit e bankave nivelit 2 dhe në radhë parë guvernatorin, bordin e Bankës së Shqipërisë për angazhimin dhe për të gjithë diskutimet që kemi pasur në funksion të arritjes në këtë ditë të shënuar sipas këndvështrimit tim për sipërmarrjen shqiptare. Dje, presidentja e Bankës Europiane të Investimeve ka vizituar për herë të parë Shqipërinë dhe kemi qenë së bashku në një ceremoni të nënshkrimit të një marrëveshje me njërin prej bankave këtu të pranishme, Intesa Sao Paulon, një marrëveshje e cila në konsideratën tonë duhet të shihet dhe duhet të ndiqet sa t'i dhe mundur dhe nga bankat e tjera me Bankën Europiane të Investimeve. Ne ja kemi shtruar Bankës Europiane dëshirën tonë që marrëveshja e parë me Intesa Sao Paulon të zgjerohet edhe me bankat e tjera të nivelit 2, sepse është një marrëveshje që shkon drejt pas drejti në të njëjtin shtrat të marrëveshjes së sotme. Një marrëveshje për të financuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, që janë motori i ekonomisë tonë dhe që sot kanë në gjirin e tyre realitete me potencial të jashtëzakonshëm. Personalisht kam mundur të shoh një sër ndërmarrjesh të vogla, të cilat bazuar në eksperiencën e shqiptarëve dhe shqiptareve të kthyer nga emigracioni, bazuar në shpirtin inovativ, bazuar në vullnetin për të bërë diçka domethënëse në komunitet dhe për të punësuar familjen dhe njerëzit përreth, kanë qenë eksperienca të jashtëzakonshme prekse, do thosha, dhe në ndërkohë eksperienca që më kanë treguar qartësisht se me një mbështetje financiare të arsyeshme, ato ndërmarrje, ato realitete mund të rriten edhe mund të sjellin të reja kuptim plota për ekonominë tonë. Po nuk është vetëm eksperienca e atyre që janë kthyer, po është edhe eksperienca e atyre që kanë punuar këtu qysh në kryeterës dhe që sot janë gati të hedhin një hap tjetër. Dhe në fund të çdo bisede, problemi ka qenë financimi i aksesueshëm dhe i arsyeshëm në pamundësi për të marrë kredit normale, komerciale, të cilat
nuk mund t'i përballojnë për të hedhur hapin tjetër. Dhe kështu ka lindur edhe ky projekt, i cili fillimisht ishte një projekt i dedikuar për bujqësinë, nga i cili ne nxorëm mësimet tona bashkarisht, dhe sot është një projekt që është kthyer në një program shumë serioz mbështetje të qeverisë shqiptare për të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Dhe sot të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme duhet ta dëgjojnë qartësisht që brenda një kohe shumë të shkurtër pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pa zëvendësueshëm për bankat e nivelit dytë. Në ndërkohë dua ta risjell këtu atë që tha në fjalën e tij guvernatori, sepse është një moment për ta nënvizuar. 5 vjet më parë, kredia në Shqipëri ka qenë rreth 5 miliard euro. Sot, pas 5 vjetësh, kredia në Shqipëri është 10 miliard euro. Jemi në një dyfishim të kapacitetit financues të ekonomisë nga bankat e nivelit dytë që tregon qartësisht me fakte se ekonomia është në një gjendje të shëndetshme dhe me potencial të madh rritje të mëtejshme, në ndërkohë që siç e dini ju të parët, kreditë e këqija kanë rënë në nivele të papërfillshme si kërcënim potencial për ekonominë, kur një dekadë më parë ishin thuajse 25%. Kredit e këqija. Vetëm në 2 vitet e fundit, kredia e re ka prekur pothuajse tavanin e 5 miliardëve. Është diçka e jashtëzakonshme, por nga ana tjetër është një arsye më shumë për të hedhur një hap tani kurajos, fal bashkëpunimit dhe fal disponimit total të Bankës Shqipërisë për ta mbështetur rritjen ekonomike përmes rritjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dhe fal punës që kemi bërë së bashku. Kështu që për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme do të vihet në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3%, dhe këtu edhe i herë kërkojmë bashkëpunim dhe solidaritet të plot nga ana juaj, por natyrisht e shoqëruar me një garanci sovrane të qeverisë shqiptare për të ulur në mënyrë kuptim plot riskun e kredisë për bankat. Një garanci sovrane që varion nga 30 në 70% sipas nivelit të vlerësuar të riskut. Dhe natyrisht që nuk do harroj të them se bankat duhet jenë pak më kurajoze edhe në raport me sektorin e bujqësisë, ku patjetër niveli i riskut është i lartë, ku kemi mësuar tani më se projektet nga ky sektor të financueshme duhet jenë projekte që kanë natyrshëm një risk më të ulët dhe që lidhen me agrobiznesin, që lidhen me inovacionin, që lidhen me teknologjitë e reja
dhe me patjetër agroturizmin, gjë në fakt, komponent në fakt që juve e keni mbështetur pa probleme. Kjo është dita e sotme dhe unë besoj shumë që edhe një fond granti i cili do të vendosë në dispozicion për të hartuar planet e biznesit, pra për të ndihmuar ndërmarrjet e vogla të mesme për të bërë aplikimet e tyre, do të vi si vlerë e shtuar në lehtësimin e marrëdhënies mes subjekteve dhe bankave. Natyrisht që ky grant do duhet të administrohet në mënyrë të koordinuar që të kuptojmë eksaktësisht edhe se çfarë ka më shumë për të mësuar në këtë proces. Kështu që në fund uroj që guvernatori të na vërë në dispozicion 2 zëvendës guvernatorët për të na ndihmuar në këtë projekt dhe nga ana tjetër nuk mund ta mbyll pa i bërë një kompliment vllait ton turk për shqipen e tij përfundimisht të kolauduar me minimum risku. Minimum risku. Sot, Shan, kuptova që mund të konsiderohesh përfundimisht i gatshëm për ta marrë pasaportën shqiptare, nëse se ka marrë akoma. E more. Atëherë i gatshëm për të ta dhënë pasaportën dhe herë tjetër me ceremoni me gjithë kolegët e tjerë, duke të dhënë dhe një certifikat mirënjohje që Shqipen e ke përsosur edhe jemi në rregull tani, pavarësisht se ka aritmetika me turqishtën je më parë sa me Shqipen, se dihet ajo punë, ju jeni tregtar më të rrahur me vaj me uthull se ne, po edhe ne nga ju mësojmë. Shumë faleminderit. Faleminderit Kryeministër, tani kemi firmosjen e marrëveshjes, e cila do të firmoset nga të gjithë tryeza dhe si përfaqësuesi sektorit patjetër. Si përfaqësuesi sektorit bankar do të jetë zoti Sejani, i cili është dhe nënkryetar i shoqatës së bankave. Ju falenderoj të gjithë për pjesëmarrjen. Kjo marrëveshje është patjetër një arritje e suksesshme, një punë të kryer një vjeçare dhe urojmë dhe shpresojmë që rezultatet në këtë vit dhe në vitet më pas do jenë breslëndse. Faleminderit.